Enti Regulatori i Energjisë ka propozuar një paketë të gjerë reformash që prekin çdo aspekt të licencimit në sektorin e energjisë elektrike. Qëllimi është thjeshtimi i procedurave, rritja e transparencës dhe përputhja me praktikat ndërkombëtare, duke ulur burokracinë dhe vonesat për bizneset, të cilat operojnë në treg. Një nga ndryshimet më të rëndësishme është njohja e licencave të lëshuara nga autoritetet rregullatore të vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe Komunitetit të Energjisë, si dhe nga shtetet me të cilat Shqipëria ka marrëveshje dypalshe. Kjo do të lejojë shoqëri që të mos riaplikojnë për licencim, duke dorëzuar thjesht dokumentacionin e përkthyer dhe të notarizuar. Rregulloria e re sjell gjithashtu digitalizim dhe standardizim të aplikimeve me dokumente të përditësuara, jo më të vjetra se një muaj. Për projektet fotovoltaike, eolike, hidrocentrale dhe termocentrale, kërkohen prova për jetëgjatësinë e impianteve dhe respektimin e standardeve mjedisore. Procedurat e shqyrtimit janë bërë më transparente. ERE do të njoftoj aplikuesit për mangësi brenda 3 ditëve. Subjektet kanë 2 ditë për plotësime, ndërsa aplikimet do të publikohen online dhe në media të shkruara për kundërshtime brenda 30 ditëve. Bordi i ERE-s do të vendosë brenda 60 ditëve për centralet e lidhura me rrjetin dhe 30 për rastet e tjera, me publikim të vendimeve në fletoren zyrtare. Për herë të parë, regjistri i licencave do të përditësohet pas çdo mbledhje dhe do të publikohet online, duke përfshirë të dhëna të detajuara për çdo subjekt të licencuar. Ndryshimet synojnë jo vetëm thjeshtimin e rrugës për operatorët, por edhe sigurimin e një tregu energjie më transparent dhe të besueshëm për investitorët dhe qytetarët.